Përshëndetje gjithë ju të shenjës së dashit. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit mars për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse dhe ajo është shumë e rëndësishme. Gjithsesi, unë do filloj në lidhje nga ana astrologjike, në lidhje me ju, se si do jetë ky muaj. Për pjesën e parë, për të lindurit që kanë lindur në pjesën e parë, duhet keni pak kujdes, sepse është një periudhë, është një muaj pak i lodhshëm, do ketë disa tensione, ndoshta gjëra që do t'ju prishin qetësinë, por thjesht tregoni më të qetë, më të duruar në lidhje me vështirësitë ose për t'i përballuar këto vështirësi. Ndërsa për pjesën e dytë të 10 ditëshit të parë, shohim që do ketë përmirësime, do ketë një komunikim shumë të mirë, ju do shkëlqeni në shoqëri, në profesionin tuaj, por dhe psikologjikisht do ndjeni shumë mirë, por do jeni të suksesshëm edhe në lidhje me gjithçka që do bëni gjatë këtij muaji. Dhe me 10 ditëshin e dytë, të gjithë ata që kanë lindur në fillim të 10 ditëshit të dytë, ju do keni disa tensione në punë, do keni çështje profesionale që duhet të merreni gjatë kësaj periudhe, por gjithsesi ju do ndjeni dhe pak nervoz dhe të shqetësuar, por gjithsesi ju do harrini, edhe pse do keni disa vështirësi, ju do harrini një lloj suksesi tuaja ndërpersonale, por do keni dhe do hidhni hapa të reja në lidhje me profesionin tuaj. Dhe të gjithë të lindurit në pjesën e dytë të 10 ditëshit të dytë, ju do keni suksese, perspektiva në zhvillimet që do keni gjatë këtij muaji, në lidhje me familjen, ndoshta do lehtësoni nga disa situata, ndërsa në lidhje me punën tuaj do keni gjëra të reja në punë, do keni bashkëpunime, projekte, një qëllim të ri, një vetbesim, por do merrni dhe frymë lirisht në lidhje me situata të ndryshme që keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me 10 ditëshin e tretë. 10 ditëshi tretë, ju do keni zhvillime gjatë kësaj periudhe, do keni disa situata pak të vështira. Më falni, do keni disa situata pak të vështira, gjithsesi ju do t'i merrni me qetësi. Do keni surpriza të këndshme gjatë kësaj periudhe, mund të keni admirues sekret, ose është e mundur që të zbuloni disa sekrete të fshehta. Gjithsesi është një muaj që ju do ripërtëriheni. Më falni për zërin, por kam pak probleme. Gjithsesi do keni histori të ëmbla në lidhje me dashurinë, që do t'ju sjellin buzëqeshje. Është një periudhë shumë e mirë në lidhje me ju. Dhe pjesa e dytë e 10 ditëshit të tretë, ju do keni mundësi të reja në lidhje me punën tuaj, në lidhje me anën ekonomike, do keni propozime, ndoshta për të ardhura shtesë që mund të merrni, mund të keni një marrëveshje financiare, gjithsesi portofoli juaj do përmirësohet gjatë këtij muaji, por do keni mundësi të zhvilloni gjithçka në lidhje me situata ekonomike financiare më tepër për t'i dhënë zgjidhje. Gjithsesi Marsi aty do ndikojë tek ju në një nivel më praktik për të luftuar në lidhje me të kaluarën, por do keni edhe ato frytet tuaja gjatë këtij muaji. Gjithsesi, muajt e para të vitit janë pak të vështira për gjitha shenjat e horoskopit, dhe do shohim tarotin çfarë na thot në lidhje me ju. Dhe shohim javën e parë të muajit mars. Atëherë, jemi te energjia e karrocës, shenja e gafores, energjia e shpatave që janë energji ajri, por dhe energjia e shenjave të ujit. Gjithsesi në fillim të këtij muaji, ju shoh që do ndjeni shumë emocional. Ju dëshironi të jepni drejtim familjes tuaj, shtëpisë tuaj, ose fëmijëve tuaj. Në rastin tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër, kjo mund të ndikojë shumë fort tek ata që kanë ascendente në gafore, ose hënën në gafore, por gjithsesi unë shoh që do të jepni një drejtim më të mirë
punës tuaj, anës tuaj ekonomike, por edhe gjithçka tjetër që ju mendoni të jepni drejtim. Gjithsesi ju shoh që jeni në një situatë përsëri në mesin e javës parë, shoh që do lini mbrapa të gjitha vështirësitë për t'i dhënë një drejtim më të mirë situatave që ju keni. Në lidhje me një dashuri, ju shoh shumë emocional, ju ndoshta do shkoni diku me këtë person, do keni shumë diskutime, dhe shoh që është një person që ka emocione në lidhje me ju. Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet ose me fëmijët tuaj, por dhe me pjesën e dokumentave për një pjesë tjetër, në lidhje me udhëtime të ndryshme që do keni, unë shoh që do të jepni një drejtim më të mirë, por do keni dhe lajme të mira në lidhje me gjithçka. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Javë e parë është një javë fantastike. Atëherë, në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të tokës dhe energjinë e shenjës së diellit, të luanit, ku bie edhe në ditën e diel. Atëherë, ju shoh në fillim të javës do keni shumë diskutime, fillime të reja. Ndoshta fillime diskutimesh në lidhje me një dashuri, është diçka që e keni menduar mirë. Në rastin tjetër mund të jetë që ju të keni fillime diskutimesh në lidhje me familjen tuaj, ose edhe në lidhje me shtëpinë, por edhe në lidhje me një udhëtim. Por për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me dokumentat, mund të ketë lidhje me anën shëndetësore, ku ju dëshironi të bëni një fillim të ri, ndoshta për të pasur disa analiza aty, ose një check-up, por për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me studime. Gjithsesi në mesin e javës ju shoh që ju do filloni duke lëvizur për të arritur qëllimet tuaja në lidhje me këto fillime që do bëni, por do jeni më me këmbë në tokë. Ndërkohë, sepse jemi te energji e demit këtu, dhe kjo ka lidhje shumë fort edhe me anën ekonomike. Por në qoftë se ka lidhje me dashurinë, shoh që ju do dëshironi të shkoni drejt i personi, por nuk shoh që të hidhni hapa akoma, edhe pse do keni diskutime me këtë person. Ndërsa në fund të javës ju shoh që do keni shkëlqim, do keni sharm, gjërat do t'i shikoni më mirë, më qartë në lidhje me këto fillime që ju dëshironi të bëni, sepse në fillim të javës ju keni diskutime për t'i bërë, në mesin e javës jeni më me këmbë në tokë, i mendoni më seriozisht këto gjëra, nuk hidhni hapa, por në fund të javës unë ju shoh që aty do filloni të shkëlqeni në lidhje me këto fillime që ju do bëni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë, në javën e tretë, jemi te energjia e shenjave të tokës, energjia e shenjave të ajrit, dhe kemi përsëri këtu energjitë shenjave të tokës. Shoh që jeni në udhëtime, mendoni ndoshta të shkoni drejt një personi, ose ky person të vi drejt jush, ose në lidhje me dashurinë flasim këtu. Ju jeni të vendosur në qëllimet tuaja, do jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje, do keni romanca, por ndërkohë shoh që do keni dhe kontrata të rëndësishme. Do lëvizni gjatë fillimit të javës në lidhje me gjithçka. Do keni një energji të jashtëzakonshme, zjarri që është në energjinë tuaj, dhe ju shoh që çdo gjë do ta bëni me pasion. Duke lëvizur, duke kërkuar gjërat që doni, duke bërë gjërat që doni, dhe në mesin e javës shoh që keni bërë shumë, nëse ju shkoni drejt një dashurie dhe i keni vendosur qëllime vetes, ju në mesin e javës do mendoni që keni dhënë shumë te ky person. Ndoshta ose mund të jeni dhe duke menduar që duke pasur një ide se çfarë mund të bëni tjetër në lidhje me një njohje, me lidhje ose me marrëdhënie tuaja. Gjithsesi në fund të javës ju shoh që ngecen në mendime negative, mendoni që ndoshta ju vërtet mund të keni dhënë shumë në një njohje, në një lidhje ose në një marrëdhënie, keni punuar shumë fort, por të ardhurat tuaja janë të pakënaqshme për ju, dhe kjo gjë ju fut në mendime negative, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, unë rrugën e shoh të hapur, dilni thjesht nga mendimet, sepse janë mendimet tuaja dhe ju bllokojnë në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni.
Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 3, e 4, më falni. Atëherë, në javën e 4 jemi të energjia e shenjave të zjarit, që jeni ju vetë, energjia e shenjave të ajrit dhe kemi energjinë e shenjës së denit. Ju mund të keni dashëdenten ose anën në këto shenja që përmendëm më lart. Ju shoh në pritje, duke parë gjërat që ju rrethojnë, do filloni të ndryshoni këndvështrim, do bëni plane afatgjata në lidhje me një dashuri, ose ju mund të jeni në pritje të një personi, por jeni duke bërë plane afatgjata në lidhje me këtë person. Në rastin tjetër, mund të jeni duke parë situatat ekonomike ose gjithçka që ka lidhje me punën, me familjen, me shtëpinë, mund të merrni situatat nga më të ndryshmet, ju do filloni të shikoni gjërat me një sy tjetër. Dhe do mendoni, çdo gjë që do bëni, do ta mendoni në perspektivë. Ktu ka lidhje me planet tuaja për të ardhmen tuaj. Dhe në mesin e javës, shoh që nuk e di, këtu mund t'ju bëhet një padrejtësi, mund të keni kundërshtime mendimesh, ju mund të keni bëni plane afatgjata në lidhje me dashurinë, me punën, por shoh që nuk e di, lindin disa tensione në një grup njerëzish që mund të ketë lidhje te vendi punës, mund të ketë lidhje në familje, ose ju bëni këto plane dhe nuk bini dakord me personat që keni në jetën tuaj. Dhe kjo ka vlerë si në familje, por ka vlerë edhe te vendi punës ose me projekte dhe ide që ju keni për të ardhmen tuaj, dhe shoh që një nuk bini dakord me këta persona. Gjithsesi, unë ju shoh që ju jeni të vendosur në qëllimet tuaja, ju dëshironi të riskoni. Nëse dëshironi të futeni në një njohje të re, ju thoni, ndoshta mund të keni dhe kundërshtime mendimesh me këtë person, ju thoni që unë do riskoj në lidhje me këtë person. Më jep garanci ose s'më jep garanci. Në rastin tjetër, mund të dëshironi të çoni njohje dhe lidhjet përpara, dhe ju do ta bëni këtë. Sepse ju shoh shumë entuziast, mund të keni një person që ju mbështet, është një person shumë besnik për ju, por kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën, me idetë që do keni dhe me perspektivat për të ardhmen tuaj, sepse ju dëshironi të riskoni në lidhje me gjithçka. Dëshironi të çoni gjërat para në lidhje me çfarë do lloj situate. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me dokumentat, me studimet, shoh që do ketë shumë ide aty, por do ketë kundërshtime edhe në lidhje me këtë, por dhe në lidhje me anën tuaj shëndetësore. Dhe unë do marr një mesazh nga angjëjt, të më falni që flas pak shpejt, por janë video pak të gjata. Atëherë, marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thon. Atëherë, ju shoh jemi te energjia e tokës këtu. Ju shoh që ndjeni mungesën e një dashurie për një pjesë prej jush, mungesën e një personi, një mungesë ekonomike, ose ju jeni duke parë në të kaluar në dështimet që mund të keni pasur në jetën tuaj. Dhe ju thot, ndryshoni metodë, thot. Duhet jeni më të organizuar. Kërkoni të kujdeseni më shumë edhe në grupe njerëzish. Më falni. Të kujdeseni në lidhje me një dashuri, të kujdeseni në lidhje me familjen tuaj, në lidhje me këto diskutime të forta që keni dhe ju dëshironi të vazhdoni me idetë tuaja, dhe këtu flasim në grupe njerëzish të vendi punës, me miq tuaj, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme që keni, por dhe në lidhje me gjithçka tjetër që ju dëshironi të bëni gjatë këtij muaji. Gjithsesi, ju uroj një muaj të mbar, është një muaj fantastik, nuk është muaj keq për ju, edhe pse mund të ketë ulje ngritje, por gjithsesi vështirësit do zgjasin deri në 5 muaj, dhe këtu flasim që nga janari në vazhdim. Thjesht duhet të tregoni të kujdesshëm për të dalë nga situata të ndryshme që ju mund të keni. Atëherë, kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë dëgjojmë në video të radhës dhe ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.